Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Vëllezër dhe motra të ndershme, jemi në emisionin e fundit nga seriali Në hijen e besimit, të cilin do ta përfundojmë duke e përtencuar veçorinë e fundit që kemi për ta përmendur të Ehlus Sunetit, të cilët janë grupa e sakt e muslimanëve të cilët i përmbahen sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veçoria e fundit që do ta përmendim është këshillimi i muslimanëve dhe kujdesja për gjendjen dhe problemet e tyre. Pra, Ehlus Suneti i këshillojnë muslimanët e tjerë, qofshin ata udhëheqës apo qofshin njerëz të thjeshtë. I këshillojnë dhe i thirrin në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj nëse e sheh në vendet tona, po edhe në vendet tjera në botë, nëse e sheh se kush është më aktiv në thirrje në fenë e Allahut dhe në këshillimin e njerëzve, do ta shohësh se Ehlus Sunneti janë më aktiv në thirrje, në këshillim, në përhapje të thirrjes, në përhapje të fesë, në përhapje të davetit. Ehlus Sunneti janë më aktiv. Po ashtu Ehlus Sunneti kujdesen për gjendjen e muslimanëve. Nëse e sheh se kush kujdeset më shumë për gjendjen e muslimanëve, kush e mbron derin e muslimanëve me laps, me ngjyrë të kimikut, po edhe me ngjyrë të gjakut, ata janë Ehlus Sunneti. Ehlus Sunneti i gjen ata të cilët sakrifikojnë më shumti dhe brengosen më shumti dhe kujdesen më shumti për gjendjen e muslimanëve në përgjithësi në botë, e në veçanti në vendet ku ata persekutohen dhe ku ata nënçmohen dhe ku ata pra vriten e torturohen. Ehlus Sunneti janë të parët të cilët mundohen që ta mbrojnë derin e tyre me aq sa kanë mundësi, me fjalët e tyre dhe me veprat e tyre. Pra, cilësi e fundit të cilën do ta përmendim si cilësi e Ehlus Sunnetit është se ata këshillojnë muslimanët në përgjithësi dhe kujdesen për gjendjen e tyre kudo që janë. Në fund e lusim Allahun subhanahu wa taala që ky serial të jetë i bereqetshëm dhe të kenë dobi prej tij ata apo ai i cili ka folur dhe ata të cilët kanë dëgjuar dhe të gjithë ata tek të cilët do të arrijnë këtë fjalë. E lusim Allahun subhanahu wa taala që t'i bëj argument për neve në ditën e gjykimit dhe t'i bëj shkak për hyrjen tonë në Xhennetul Firdaus. Ngeleni të përshëndetur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.